ti është në prokurori për pastrim parash. Është në prokurori me një denoncim të bërë nga organet shtetërore. Lëre. Tashti me që edhe njerë, më lërë të mbaroj. Po që shkjo është pa besueshme, më lërë më të mbaroj se janë dhe, po janë dhe të tjerët, sepse unë nuk po jam këtu për të luftuar për veten time, se unë mund ta bëj dhe pa gazetar fare komunikimin dhe mund t'i shpjegoj gjërat. Po kjo sjellje është pikërisht ajo që pengon njerëzit të marrin vesh të vërtetën. Është pikërisht ajo që dhunon njerëzit në emër të tyre me gënjeshtra. Është pikërisht ajo që nuk i lejon njerëzit që të peshojnë të dyja palët. Fole zonjë, po, mbylle të flas unë. Jo ta mbyll unë 20 herë që të flasësh ti. Unë do të bëj me pyetjen tënde, unë do të... Shiko. Juve abuzoni me njerëzit. Juve abuzoni me ata që merrin në përgojë në mënyrën më të ulët. Në emër të lirisë, juve abuzoni me faktet në mënyrën më të shëmtuar, ju jepni njerëzve çdo ditë gënjeshtra dhe e bëni këtë në emër të lirisë dhe askush nuk ju thot plaç. Unë po të them edhe një herë, më lër të mbaroj fjalën. Marrja peng e një bisede me dhunë mund ta bësh. Unë nuk kam se çfarë bëj tjetër. Mund ta bësh. Po kjo është dhunë. Më lër të mbaroj fjalën. Do ti përgjigjen që do ti, nuk ta jap dot unë, se unë nuk punoj për qimin. Dhe kjo është e sigurt. Dhe me që më përmende televizion, më përmende ti televizioni, nuk ta përmenda unë. Televizioni. Një sekond. Një sekond, edhe një herë tjetër. Unë do përdor çdo gjë që unë më vjen të përdor. Juve jeni në të... Çfarë është kjo mohabet? Televizioni është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash. Një sekond. Unë po komunikoj me njerëzit, më zonjë. Sepse unë mund të përgjigjem si të dua. Nuk më ndalon dot këtë, se s'ma nga ndaluar që më kanë qenë i vogël. Nuk më ndalon dot ti këtë. Unë do përgjigjem si të dua. Dhe dua që ta dinë të gjithë këtë fakt. Televizioni që ti e sjell këtu si argument, ti e solle, nuk e solla unë. Është një subjekt i denoncuar për pastrim parash prej vitesh dhe i denoncuar nga autoritetet shtetërore në prokurorinë e Tiranës.